Mbrëmjen e kaluar nga ora 19 deri në orën 12:15 pas mesnate, në zonën e departamentit të punëve të brendshme në Kustivar, punonjësit e policisë në bashkëpunim me Inspektoriatin Shtetëror të Tregut dhe Inspektoriatin e Punës kanë kryer aksione kontrolluese në bastore sportive dhe kazino. Në një nga objektet e kontrolluara në Kustivar u gjet një person i mitur nga Tetova. Fakt ky që tregon se lojrat e fatit nuk janë vetëm një problem për të rriturit, por se fëmijët janë gjithashtu viktima të padukshme të një pandemie sociale që rrit ankth, trauma dhe rrezikun për varësi të hershme. Për fat të mirë, i mituri ju dërzua me njëherë prindërve, por shqetësimi mbetet, sa të tjerë mund të jenë prekur pa e ditur askush. Gjatë kontrollit të një objekti tjetër, u arrestua personi me iniciale AL, 29 vjeç nga Shqipëria, sepse qëndronte i paregjistruar në zonë. Pas dokumentimit të plot të rastit, do të pasojnë njoftime përkatëse. Autoritetet kompetente thonë se shkaqet që ushqejnë këtë fenomen janë të shumta: kurioziteti i të rinjeve, kërkimi i fitimeve të menjëhershme, ndikimi i shoqërisë dhe qasja e lehtë në bastore dhe kazino. Pasojat janë të thella, përveç shkatrimit ekonomik, krijohen trauma emocionale për fëmijët, ankth për familjarët dhe një rrjet social i dobësuar.